Partia Demokratike ka nisur punimet e Kuvendit Kombëtar, organizimit më të lartë vendimarrës të saj, në një aktivitet të zhvilluar në sloganin Ripërtëritje, ku drejtuesit e partisë kanë prezantuar vizionin për riorganizimin dhe forcimin e strukturave të saj. Hapja e Kuvendit është shoqëruar me video të krijuar nga inteligjenca artificiale, ku figura simbolike të historisë kombëtare përcjellën mesazh urimi për demokratët, duke dhënë një element simbolik dhe modern nisjes së punimeve. Në vijim, delegatët kanë marrë përshëndetje nga partitë dhe organizata të ndërkombëtare, mes të cilave edhe personalitetet të huaja si kryeministri kroat Andrej Plenković, drejtuesi IDU-s Stefan Herper dhe ish kongresmeni republikan Bob McCune, të cilën kanë përcjellë mesazhe mbështetëse për punimet e Kuvendit. Në fjalën e tij, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha u ndalte domosdoshmëria e transformimit të brendshëm të forcës politike. Sigurisht është vizion, por ripërtritja është modernitet. Ne nuk e duam ripërtritjen për veten tonë. Ne e duam atë për të ripërtrir Shqipërinë. Ndaj edhe ne nga ky kuvend vendosim të ripërtrim Partinë Demokratike, të ripërtrim, të modernizojmë Partinë Demokratike. Ta shtrojmë atë në parti të gjitha praktikave me të gjitha teknologjive më të mira. Sipas Berishës, Partia Demokratike duhet të hyjë në një fazë të rihapjeje dhe riorganizimi. Duhet të shënojmë kthesen, duhet të ridimensionojmë rolin e grave, rolin e trive, dhe të vazhdojmë të ecim sigurt drejt objektivave tona. Kilometri i fundit nuk është një kilometër i lehtë. Jo, se them që është i lehtë. Në marathon të gjithë e dinë se cila është peshja e kilometrit të fundit, por nuk ka kilometër më frymëzues se ai. Kur ke arrit kilometrin e fundit, bota duket e jotja. Ai vlerësoi mbështetjen e Partisë Demokratike për përballjen me një periudhë të vështirë politike dhe sulme të shumta ndaj opozitës. Por duhet për ulem me nderim para jush, për veprën tuaj, me nderimin më të thellë dhe të shpërblindjen se këto që kaluam ne na kanë farktuar. Ne për një betejë tret fuqishme për të përmbysur ramadurën e Europës. Gjatë punimeve u përcodhi një mesazh drejtuar kryeministrit Edi Rama. Edi Rama mbron dosjen e tij. Edi Rama nuk mbron Lubin. Edi Rama nuk mbron lindat e tij se si ka përgjigje asnjë rast tjetër, po mbron krimet e tij. Tani duhet i them këtu. Ti mendon se i mbyllë dosjen, po ne ato dosje s'ti mbyllim kurrë. Je kapur si plaçkit, si grabit, si votës. Je kapur si ajdut i pasurive publike dhe fondeve. Zero legitimitet. Berisha prezantoi gjithashtu edhe prioritetet kryesore të programit të Partisë Demokratike, ku në fokus mbetet ekonomia, arritja e pagave dhe pensioneve, mbështetja për familjet dhe fermerët, si dhe forcimi i luftës kundër krimit të organizuar dhe korrupsionit.